Përshëndet në armiq, jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Flamurtari në Vlorë, ku pritet të nisë ndeshja e basketbollit e vlefshme për Ligën Unike, gjysmëfinalja e parë mes Flamurtarit dhe Bashkimit. Dy skuadra të cilat ja kanë dalë të kualifikohen në Final Four. Bashkimi i Prizreni si vendi i parë, duke mbyllur me 9 fitore dhe 1 humbje. Ndërkohë skuadra e Flamurtarit me 5 fitore dhe 5 humbje e mbylli sezonin e rregullt në vendin e 4 dhe kështu kualifikohet pra në gjysmëfinale, duke ju bashkuar Bashkimit pra vendi i parë me vendin e 4, ndërkohë që në gjysmëfinale tjetër, e cila do të jetë më njëherë pas këtij takimi, do të jetë pikërisht skuadra e Pejës, vendi i dytë kundër Partizanit, vendin e 3 në sezonin e rregullt. Ndërkohë që nuk arritën do të kualifikoheshin pas sezonit të rregullt në këtë Final Four Tirana, gjithashtu dhe skuadra Junior Moribau e Prizrenit që plotësuan pra 10 javë të sezonit të rregullt, që ishte vërtet një sezon tjetër i fortë, i bukur në basketbollin e femrave. Jemi në Vlorë miq, jemi në Vlorë ku për të tretin vit zhvillohet Final Fouri në qytetin e Vlorës, ku vjet do t'ishte pikërisht Final 8 i meshkujve, ndërkohë që për femra rikthehet pas 2 vitesh. Kujtojmë që 2 vite më parë fitonte në këtë pallat sporti skuadra e Partizanit Ligën Unike si e vetmja skuadër nga kampionati i Shqipërisë që ka mundur ta fitojë Ligën Unike, qoftë për femra por edhe për meshkuj. Pra Partizani që do të garojë sot më njëherë pas sfide me Pejen. Ndërkohë që pam dhe ndoqëm një prezantim disi të gjatë, ndërkohë me një numër të konsiderueshëm tifozësh nga të dy krahët në Pallatin e Sportit Flamurtarit pra në Vlorë, ndërkohë që në tribunën VIP do thoja përveç drejtues të Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe të pranishëm dhe shumë figura politike, do të veçoja që sot është i pranishëm kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, gjithashtu ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vëngu dhe ministri i mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonsi, të cilët janë pra të pranishëm për të ndjekur të takim të ndeshje basketbolli, këtë ligë që bashkon Shqipërinë dhe Kosovën, ashtu si dhe volejbolli, pra basketbolli dhe volejbolli që kanë arritur në këto vitet e fundit të krijojnë një ligë të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës, pra si për meshkuj, ashtu dhe për femra. Ndërkohë që skuadra e Bashkimit është padyshim një skuadër shumë e fortë, e ka mbyllur me 9 fitore dhe 1 humbje dhe në këtë turne të këtij viti është pretendente kryesore, ashtu siç ishte edhe vjet që e mbylli sezonin e rregullt me 10 fitore dhe 0 humbje, por në finale u mund nga Prishtina, ndërsa këtë vit pra e ka mbyllur sërish në vendin e parë sezonin e rregullt, por që skuadra është e kompletuar, është vërtet e fortë, është favorite kryesore dhe përballë ka Flamurtarin që në fazën e dytë ka ecur më mirë, do të thoja, dhe në kampionatin shqiptar dhe në Ligën Unike, ka bërë dhe së fundmi përforcime jo vetëm nga jashtë, por do të thoja edhe brenda kampionatit shqiptar, ku ka arritur marrëveshjen pra për të marrë nga vllaznia Reshpjan, shkodranën Bernarda Reshpja, e cila i është bashkuar Flamurtarit deri në fund të këtij sezoni, pra dhe për play-offin e Shqipërisë. Ndërkohë do të thoja gjithashtu sa i përket lojtarëve të huaja që janë bashkuar tani në fazën e dytë dhe madje në javën e fundit, është rikthyer Henderson, është qendra e cila ka luajtur edhe vitin e kaluar me Flamurtarin, i është rikthyer skuadrës Vlonjate. Mëtej pjesa tjetër padyshim që jemi njohur me skuadrën e Flamurtarit gjatë këtij sezoni. Me lojtarë mjaft të mira, janë plot 6 lojtarë të huaja që aktivizohen në skuadrën e Flamurtarit, e cila është pretendente padyshim jo vetëm në Ligën Unike, por edhe dhe në kampionatin shqiptar. Kujtojmë që ka mundur që të fitojë Superkupën e Shqipërisë, Flamurtari. Kupa e Shqipërisë është fituar nga Tirana dhe tashmë ka mbetur në garë përveç Ligës Unike dhe vetëm finalet e play-offit, pra dhe të titullit kampion. Tashmë gjithçka gati për të nisur, por i është dhënë disa minuta ekstra për nxemje, do të thoja.
pasi ndoshta prezantimi ishte disi më i gjatë se herët e tjera, megjithatë ishte ceremonia hapse dhe do të jemi gati tashmë për këtë përballje mes dy skuadrave, ku kujtojmë që Bashkimi Prizrenit e ka mbyllur sezonin e rregullt në Tiranë para 2 javësh, fitonte me Tiranën dhe plotsoi pra 10 javët, ndërsa skuadra e Flamurtarit që kërkonte një fitore direkte në javën e fundit pra të Ligës Unike në Vlorë, pra këtu në këtë fushë, në këtë parket përballë Pejës, nuk mundi do të fitonte përballë Pejës dhe skuadra pejane fitoi me një diferencë të ngushtë me 9 pikë, duke kaluar pra jo vetëm në Final Four, por dhe duke u kualifikuar si vendi i dytë që sot takohet pra me Partizanin. Gati tashmë ekipet që të riqen në solet e tyre respektiv. Ndërkohë ja dhe kamera jonë e cila është tashmë në tribunën VIP, ku do thoja dhe jo vetëm pra drejtues të federatave respektive, i shohim Lira Dushku nga Kosova, sekretarja e përgjithshme e Federatës së Kosovës, gjithashtu Avni Bonari, presidenti pra i Federatës Shqiptare të Basketbollit, por e përmenda dhe 2 ministrat homolog të Shqipërisë dhe të Kosovës, ministrat e mbrojtjes, zoti Piro Vëngu dhe zoti Ejup Maqedonsi, gjithashtu dhe të tjerë figura të politikës, gjithashtu pam edhe yllin dhe legjendën e futbollit vlonjat Sokol Kushta në tribunën VIP, e shumë të tjerë që janë pra të pranishëm në të dy krahët e pallatit të sportit, të shumë pra janë sportdashësit, ku padyshim do thoja që përveç futbollit që Flamurtari ka një histori të lavdishme, por padyshim që besoj historinë më të lavdishme në sportet, sidomos ekipore, Flamurtari e ka në basketbollin e femrave, që është një skuadër e cila ka fituar 23 herë titullin kampion në Shqipëri dhe sidomos në 2 dekadet e fundit që ka arritur të jetë një faktor kryesor, një element kryesor pra në basketbollin e femrave pra në Shqipëri. Gati, do të njohim tani dhe formacionet e para. Kujtojmë që do t'jetë gjyqtari parë, pra kemi një treshe, kujtojmë me 2 gjyqtar të Kosovës dhe një gjyqtar të Shqipërisë, pra Gash Gjoni dhe Pudarolli do t'jenë gjyqtarët e takimit. Gjysmë finalja e parë, ndërkohë Arben Kasmi është delegat i kësaj ndeshje. Dhe tashmë shohim edhe formacionet e para, ku në krahun e të Bashkimit të Prizrenit shohim organizatoren Përquku, organizatorja e kombëtares së Kosovës. Padyshim që na ka dhuruar një emocion të madh dhe një spektakël të madh në ndeshjen e zhvilluar në Tiranë të fundit me Tiranën, skuadra e Bashkimit, ku do të veçoja më shumti Bird, e cila ka bërë një super ndeshje në atë takim, ka shënuar 30 pikë, ka shënuar 6 piksha. Edhe sot padyshim që është në formacionin e parë, është gjithashtu Muhadri, është Përquku siç e përmenda. Gjithashtu përveç Bird është Williams dhe gjithashtu dhe qendra Godboll. Ndërkohë për skuadrën Flamurtarit është Omer Basic, është Ramos. Gjithashtu do të veçoj edhe qendrën Johnson që është bashkuar këtë vit. Është Reshpja Shkodrania, e cila luan që në ndeshjen e parë me Flamurtarin në formacionin e parë, dhe Thompson, organizatorja. Këto janë 2 formacionet e parë dhe nis tashmë takim me këtë xhem të parë që i takon skuadrës së Bashkimit. Niset Muhadri dhe kalon aty tek futboll për Përqukun. Një ndër organizatorët më të mira padyshim të Kosovës, ndërkohë që ka gabuar në këtë pasim dhe i takon më njëherë
ky sulm skuadrës së Flamurtarit. Të dy ekipet luajnë me 2 qendra 5, me 2 qendra 7 larte. E ka tani pikërisht Thompson. Ja ku po provon aty Johnson poshtë. Ndërkohë që provon me tabel nuk arritur Reshpia dhe sakt shënon Shkodrania që aktivizohet me Flamurtarin pas një aventure shumë të mirë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo u kthye me vllaznin dhe tashmë pra me Flamurtarin. Tomra ka për Quku. Ndërkohë që ka një faul, kështu pra fillon me avantazhin e Flamurtarit 0-2. Bashkimi sot është pritës duke qenë se është vendi i parë në renditje në sezonin e rregullt. Do ta marrë Gutbold për ta nisur topin nga via Ansore. E ka nisur me njerë me Përqukun. Shohem Përquku e cila po kërkon vetë, por e ka humbur ekuilibrin, 2 topa të humbur që në fillim. Edhe vetë ndjen padyshim përgjegjësinë e këtyre topave të humbur që në fillim. Por padyshim që do të futen lojë pak a pak, një pasuse fantastike është. E ka marrë tani pikërisht Johnson lart. Ndërkohë që pritet poshtë Omer Basic, mirë po nuk ka zënë ende vend aty në pozicionin e saj. Gjuajt e kjo pak e shpejt dhe këtu me shpejtësi do të niset Williams. Pason dhe Gutbold. Por e përmenda ka një shtatlartësi më të madhe Flamurtarit në qendër. Dhe të shikojmë duke se është për të tretin aksion radhësi i skuadrës e Bashkimit. Tu është falli që ka shkaktuar Williams dhe i takon dhe Flamurtarit. Fillimi çuditshëm ky i Bashkimit. Padyshim që nga ajo shi e hidhur që e mbyllën vjet kampionatin, pra Ligën Unike duke humbur me Prishtinën në fund, teksa nuk kishin mësuar as i humbi as sezonin rregull as në gjysmëfinale, humbën vetëm të fundit, pikërisht finalen dhe patjetër që do të kërkojnë të marrin revanshin këtë vit. Vjet u zhvillua në Prishtinë Final Four i femrave, ndërkohë që i meshkujve në Vlorë. Dhe këtë vit ka ndruar rolin sepse i meshkujve do të zhvillohet në Gjakov, ndërkohë për femra, siç dhe përmenda për të tretin vit tashmë qyteti i Vlorës pret një eveniment të tillë. Ja ndërtimi i Gutbold. Arrin të shënoj dhe jemi tani në barazim pas këtyre aksioneve të para dhe pas këtyre 2 minutave të para, 2-2. Ja ku është Thompson. Thompson e cila në fund nuk arrin dot të shënoj madje as të prek koshin dhe kështu kundërshtuar për skuadrën e Bashkimit. Me shpejtësi Gutbold dhe fallin e ka shkaktuar Reshpia. Kështu që topi do të nisë edhe një via Ansore, ende nuk kemi hyrë tek fallat me gjuhë të lira. Topi ka për Quku. Përquku e cila kalon lart, aty gjuan me shpejtësi sepse kujtojmë që ka bërë dhe një zëvendësim, ka futur Thompson. Ndërkohë Omer Basic, sak shënon Boshnjakja, realizon Samra Omer Basic. Kujtojmë që dhe motra ka luajtur me Flamurtarin, Leila Omer Basic. Është avantazh tani Flamurtari 2-4 pas këtyre minutave të para. Ja ndërkohë dhe një Përquku. Përquku e cila në fund provon për 2, nuk ka shënuar. E ka marrë Reshpia, lufton mirë për topin tabel. Ja dhe njërë. Topi poshtë dhe aty nuk e ka marrë dot Johnson, ka një rikuperim por vetëm për moment nga Gutbold sepse ka dalë jashtë dhe i takon edhe një Flamurtarit me 15 sekonda në këtë sulm. Padyshim që vjet në këtë parket kemi parë një super finale të Ligës Unike, ajo mes Trepçes dhe Yllit. Të dy skuadrat Kosovës kanë dhuruar një super ndeshje dhe Trepça ka fituar me një 3 pikësh në sekondën e fundit. Vërtet që do të jetë gjatë në kujtesë ajo finale. Në këtë top rikuperohet nga Gutbold, niset tani Përquku. Përquku e cila në fund e hap bukur aty në krah, provon Williams, nuk ka shënuar. Dhe topi duket ka dalë jashtë, por dhe është prekur me këmbë, kështu që i takon edhe një Flamurtar, një nisje ndoshta pak e ngadalë, do të thojë në këto minutat para. Të dy ekipet kanë gabuar jo pak, padyshim që ndihet pesha e kësaj gjysmë finale. Në fakt edhe publiku që është i shumë në numër. Thomas që e kalon tek Johnson. Ja ku vjen gjuajtja sakt, realizon.
Dhe Flamurtari po ecën mirë në këfillim 2-6. Pas kujtojmë që Bashkimi ka mundur që të fitoj edhe në Florë edhe në Prizren me Flamurtarin. Top që ka dalë jashtë tani nga Reshpja dhe i takon edhe njërë Bashkimit. Enis Thompson nga Vjansore. Kalojmë me njërë tek Muhadri. Muhadrit topi që i rëshket për një moment. E ka marrë tani Thompson, Jaku kthehet dhe sakt shënon. Kujtojmë që edhe në ndeshjen me Tiranë ka bërë Thompson ndryshimin e lojës, do të thonë, kur ka ardhur nga Stoli. Ka ardhur pak më vonë në periudhën e dytë, sa herë hyri më shpejt, është aktivizuar që në periudhën e parë, por nga Stoli, ndërkohë shënon. Realizon Thomas për ekipin e Flamurtarit. Ja shikojmë edhe njerë 3 pikëshin e saj dhe kështu Flamurtari kalon avantazh me +5, 4-9. E ka marrë tani për Quku. Jaku vjen ndërtimi i Williams dhe ka faull, do të ketë 2 gjuhet e tjera. Fillimi pak i ngadalt, duhet thënë, pak i ngadalt për të dy skuadrat. Nuk kanë munguar gabimet në këtë fillim, megjithatë janë vetëm 3-4 minutat, 4 minutat e para që janë zhvilluar. Temperaturat janë pak të ulta sot në Vlorë, edhe kjo ndikon. Por ndoshta edhe prezantimi disi i gjatë, besoj dha i ndikoi. Megjithatë të shikojmë minutat në vijim. Williams, e cila është e saktë dhe ka ulur defensën tani në 3 pikë. Ja dhe një Reshpja. Ndërkohë që loja ka dëluar, ka një faull aty që i takon edhe njerë skuadrës së Bashkimit. E ka marrë topin për Quku. Quku e cila i ka të 2 qëndrat lartë, ndërkohë shfrytëzon Williams poshtë, nuk arritur të shënoj. Dhe ndërkohë ka një faull tek Reshpja. Do tjetë edhe njerë për Flamurtarin Sulmi nga Vjansore. Përmenda që ka nisur pak ndoshta dhe jo fort mirë me ritmin, por dhe nga bime, sidomos në fallat e shkaktuar shumë shpejt. E ndërkohë provon, nuk ka arritur shënoj këse radhe pikërisht Ramos që i është bashkuar që në shtator ekipit të Flamurtarit. Ja dhe njerë faulli aty, duket në këtë djekje nga ana e Reshpjes ka pas. Në një vjedhje e momentit nga ana e Ramos, por që topi ka dalë jashtë. Dhe prekja fundi me sa duket është nga lojtarët e Bashkimit, kështu që nisë edhe një organizimi me anë të Ramos. Omer Basic. Omer Basic, e cila e lë aty tek Thomas. Jaku është edhe njerë Johnson, luan një me një ka marrë Crown, e fort, dhe në fund ka faull, një përplasje që i ka dhënë 2 gjuhet e lira Johnsonit. Është lojtare mjaft e mirë, edhe Johnsoni është bashkuar këtë vit Flamurtarit. Kujtojmë kur kanë humbur finalen e Kupës së Federatës në shtator, me njërë më pas i bashkoj për Superkupën, nëse kujtohet. Dhe është lojtari i cili ka luajtur në nivele mjaft të mira në Europë, ka luajtur edhe në kampionatin grek, që është mjaft i fortë në basketbollin e femrave. Shohim tani dhe gjuhetën e dytë. Shënon dhe kështu diferenca me 4 pikë, 6-10. E ka tani për Quku. Ja dhe përton Goodbold. Aty në fund ka faull. Ka tjetër faull dhe në fakt të dy skuadrat po ngarkohen shumë, sepse kujtojmë që skuadra e Flamurtarit tani ka plotësuar 5 personale në këtë periudhë. Ndërkohë Bashkimi 3, por janë shumë në 6 minuta. Patjetër që të dy skuadrat duan që të mbrojnë fort që në fillim,
por kjo po I penalizon, besoj se do indikoj shumë më pas në pjesën e dytë, për kaq shumë falla sa janë shkaktuar që në fillim 5 personale, imagjinoni femurtari që tani dhe bashkimi do të jetë në bonus në vijim pra në periudhën e parë. Ka marrë Reshpja. Pra me vetëm 2 pikë diferencë. Ramos që e lë aty tek Thomas. Ndërkohë depërton ajo, I hapet korridori Gjuan dhe me pak fat arrin ta shënoi, kështu e mbajnë avantazh me 4 pikë. Ecën tani për Quku. Ja dhe provon vetë, të parën sakt, që në tentativën e parë për 3 ka shënuar ullet diferenca tani në 1 pikë 11 me 12 flamurtari udhëheq. Johnson provon me tabel, nuk ka shënuar dhe më në fund loja sikur po ndizet. Për Quku haroi ato 2-3 topat gabuar në aksionet e para, shënoi këtë 3 pikë, megjithatë edhe këtë nuk e jep mirë dhe jep mundësi kundër sulmit tani flamurtarit. Shohim Thomas, e cila pason tek Omer Basic e pa vëmendshme dhe kështu kundër sulmi me anë të Thompson për bashkimin. Ja dhe për Quku. E lirë është. Totalisht e lirë, po nuk arrit të realizoj. E këtu ndoshta edhe një farë hutimi mbrojtjes, sepse ajo është një gjuajtse mjaft efikase, nuk mund të jetë aq e lirë mbrojtja, por fokusi më sa duket është më tepër tek qendrat. Kjo duket. Depërtimi arrin të shënoi Ramos dhe shkon një flamurtarin në plus 3 pikë, megjithatë me shumë vështirësi, do thoja, me shumë vështirësi po e mbajnë këtë avantazh që është I ngushtë, po me shumë vështirësi sepse ndoshta nuk po shënon skuadra flamurtarit aq rrjedhshëm si në minutat e para. Ja depërtimi 1-1 I Thompson. Provon tani Williams, nuk arritur do të shënoj. Johnson ka marrë me tabel dhe niset Ramos. Pak më ritëm tani Ramos tek Omer Basic, e cila do të pason në qendër, nuk e ka zënë totalisht vendin mirë Johnson aty poshtë. Ndërkohë që Ramos nuk e mban dot në lojë, topi ka dalë jashtë dhe prega fundit është pikërisht e good ball. Do të kemi rivënie tani nga vjanësore për flamurtarin me 10 sekonda sulmi. Është vërtet pak më shtatë shkurtër good ball nga qendra e flamurtarit Johnson, por shumë e fortë fizikisht, mbrojtëse shumë mirë. Ja ndërkohë depërtimi I Ramos. Provon dhe në fund nuk ka kosh, me shpejtësi niset për Quku. Për Quku, shikoni çfarë pasi dha. Mirë po aty sigur e ndërlikon pak vet Williams momentin e fundit. Kundër syt tani me Ramos. Ka ngjesur aty brenda në zonë, derisa gjen Thomas, provon Thomas, nuk ka rin shënoi. Edhe një herë Thompson për bashkimin. Jaku provon me të majtën dhe ka faul. Ka faul, ndërkohë që nga stoli I flamurtarit kërkojnë për faul në sulm në këtë rast. Mirë po, është në lëvizje mbrojtja, kështu që ndaj dhe nuk mund të jepet faul në sulm dhe do të kemi 2 gjuhet e tjera tani. Shohim edhe të dytën. Tërmbëdhjetë 14 me 1 pikë avantazh pas 2 gjuhet e tjera të Thompsonit. Vetëm 1 pikë avantazh për flamurtarin 13-14. Jakush Ramos provon për 2, nuk ka mundur dot. Ecën me shpejtësi tani Williams. Edhe një tek për Quku. Për Quku e cila e pason aty tek good ball dhe një kombinim shumë I mirë mes të dyjave. Është avantazhi I parë I skuadrës së bashkimit 15 me 14, 1 minutë ka mbetur nga periudha e parë. Ja ku jemi edhe një herë me Omer Basic, duke se ka një tërheqje aty poshtë. Nuk është dakord Muadri me këtë faul të dhënë. Është një tërheqje ndaj Omer Basic. Provuan 2 qendrat luanin bashkë një high low. Mirë po është vetëm faulli I 4 për skuadrën bashkimit, kështu që nuk ka gjuhet e lira. Do të kemi ndrim tani, do të ulet pikërisht Thompson dhe në lojë do të jetë. Ja ndërkohë gjuhet e sakt ka shënuar Thomas, kujtojmë është aktivizuar Halita I përkimin e bashkimit, pra 15 me 16 rezultati.
udhëheq me 1 pikë skuadra flamurtare. Përquku. Përquku që kalon edhe njerë aty tek Williams. Shohim Gutbold. Ja dhe gjuhet, por aty më parë ka patur një faull. Mirpo kurdo që ishte falli, sërish do të ishte gjuhet e gjira. 32 sekonda kanë mbetur, të dy skuadrat janë në bonus. Shohim tani gjuhetet e Gutbold. Të parën e ka shënuar. Ja ndërkohë dhe gjuhetja e dytë realizon Gutbold dhe kalon në +1. Bashkimi 17-16, 32 sekonda, ndoshta aq sa për një sulm të vetëm. Ramos. Basic. Ndërkohë që kalon aty poshtë tek Johnson, kthese mirë, po nuk ka shënuar. Kundër sulm tani me Williams. Avancon Williams. Shkoni sa shpejt vrapon ajo deri në fund. Aty përballë Johnsoni nuk e ka të lehtë, por Gutbold e çon në kosh. Dhe kështu Bashkimi shkon në +3, 19-16. Edhe një Ramos do të përfitojë në kaq sa mbetet, por nuk ka kohë. E luajti ndoshta jo mirë këtë sulm të fundit flamurtari. Këtu është momenti kur koha ka përfunduar, por do thoja që në fakt gjyqtari ka dhënë duket një fall përpara se të mbaronte koha e rregullt. Megjithatë në sulmin e fundit flamurtari konsumoi shumë shpejt sekonda dhe i dha mundësi ekipit të Bashkimit pra për kundërsulm që normalisht edhe psuan koshin 19-16. Mirë po ndërkohë gjyqtari ka kërkuar që në kronometër të kthehet, ja të shohim se sa do të jetë me të 10-at me shumë, jo 1 sekond. Jo 0.8, 0.8 e korrigjoj, pra 80-at do të ketë pra gjuhet e lira shkaktuar faulli në mesin e fushës për Gana e Ramos. Dhe ajo do të ketë dy gjuhet e lira sepse pra është plotësuar, janë plotësuar pra 5 personalet. Tu e shikojmë edhe njërë momentin e faullit dhe tani do të kemi pra dy gjuhet e lira. Të parën e shënon Ramos 19-17. Ja ndërkohë dhe dyta sakt realizon. Pra 19-18 tani kanë mbetur vetëm 30 dhe mbyllet perioda e parë, përfundon pra 10 minutë shqiptar, do thoya ndoshta një nisje pak e ngadalt dhe shumë faulla të shkaktuar nga të dy skuadrat. Gjë që besoj do i penalizojnë më pas në pjesën e dytë, por do të veçoj ritmin që mendoj që edhe pak me temperaturat e ulta lidhet. Si do qoftë është ekuilibër 19-18 pra me +1 skuadra e Bashkimit, ndërkohë që ka patur një avantazh për disa minuta skuadra flamurtare deri në 4 pikë, nuk është shkëputur dot më tepër. Ndoshta lojtarët më problematike do të thoja për mbrojtjen flamurtarit janë Gutbold. Ajo ka shënuar më tepër, edhe Williams me depërtimet e saj. Ndërkohë që flamurtari ka zgjedhur pra të luajë me dy qendra shtatlart dhe aty ndoshta ndjen vështirësi nga loja e shpejtë her pas here e skuadrës së Bashkimit, kur provuan pra me kundërsulme me Williams. Dy qendrat Omer Basic me Johnsonin janë ndoshta pak larg me njëra tjetrën, njerë që provuan të kombinonin. Në fakt morën faull dhe nuk është keq, por kanë provuar shumë pak që të kombinojnë me njëra tjetrën. Shohim tani perioda e dytë.
Nisi pra periudhën e dytë, 19-18 udhëheq Bashkimi, në vetëm një pikë. Ja po shohim disa nga aksionet më të mira të kësaj periudhe, ndërkohë që do të nisë perioda e dytë me topin e parë që i takon skuadrës së Flamurtarit. Gati pra Jepoken dhe gjyqtari Gjoni. Ramos, topi poshtë. Aty provon Reshpja. E fort Shkodrania, por nuk ka shënuar në fund. Ndërkohë niset Williams. Ja dhe njerë. Topi Williams, por nuk i vjen asnjë nga qendrat për ta ndihmuar. Ndërkohë është Hurd, është futur nga Stoli dhe ndërkohë ka shnuar good ball. Shkon tani në +4. Bashkimi 22-18. Të Kalitaj, e ka vjedhur e Mushi, kapitenja e cila debërton me të mbajtën dhe kështu shumë shpejt barazohet 22-22 me dy koshat me njerëshëm sa për ka nisur perioda e dytë dhe sot me Mushi ka nisur jo në formacionin e parë, por sa për është aktivizuar direkt efektive, gjithmonë agresive në mbrojtje. Hurd provon gjuajtën për 2. Ato janë pikat e saj të preferuara, gjysmë distanca dhe sidomos anash. E kemi parë edhe në ndeshjen me Tiranën, edhe pse ka ardhur nga Stori ka qenë ndër më të mirat. Ndërkohë topi ka dalë jashtë dhe i takon edhe një herë ekipit të Bashkimit, por me 14 sekonda. E ka marrë tani Thomas, është Thompson për Williams. Hurd i vjen lart për blok. Ndërkohë që Williams dalon gjuan, nuk ka shënuar Hurd, ka marrë tabel, aty provon sakt Thompson, shënon me të majtën dhe kalon tani në +2 Bashkimi 24-22. E ka marrë Hurd, ecë përpara tani Alitaj. Alitaj, topi ka ikur nga kontrolli, e ka marrë me Mushi, niset me njerë aty Thomas për tek Ramos. Edhe gjuajt e saj e sakt dhe barazim 24-24. Williams. Hurd. E ka marrë tani Alitaj. Shohem vjen gjuajt e Goodbold. Nuk ka shtuar. Me shpejtësi aty është Reshpja. Nuk e merr asnjë nga organizatorët. Ja dhe Johnson. Ndërkohë depërtimi fort aty nga ana Thomas Johnson me tabel, sakt. Sakt dhe Flamurtari merr avantazhin 24-26. Ja dhe Williams. E kalon lart aty tek Thompson. Ndërkohë që ka bën gjuajtën. Se të Reshpja ka korridorin lirë. E faul i dukshëm nga ana Hurd. Mari Hurd e ka shkaktuar faulin. Tani Reshpja do t'jetë në vijën e gjuhë dhe gjira. Bernarda Reshpja, e cila shënon të parën. Edhe kështu shkon në +3 Flamurtari. 24-27. Saktë të dyja, realizon dhe shkon në +4 Flamurtari dhe një rikthehet tek ai avantazh që pati në periudhën e parë. Ja ndërkohë Williams. Ndërkohë për tek Hurd për 2, sakt. Gjysmë distanca është pika sa më fort, nuk depërton kurrë. Këtë duhet ta kuptojnë lojtarët e Flamurtarit.
Ndërkohë Ramos, diferenca me 2 pikë, 26-28, Flamurtari në avantazh. Aty poshtë Reshpia, Gjuan nuk shënon, u citua pak. Edhe një herë. Jago futet aty poshtë, Williams, kosh dhe personale, ka dhe një gjë të lirë. Kështu që parazohet rezultati 28-28. Gati ndrimi tani për Quku. Ka një ndryshim i sepse është ndryshuar vendimi, pra nuk është kosh personale, është vetëm një faull, pra rezultati 26-28, kështu që hyn nga vija anësore, topin e ka për Quku. Pra ende me +2 Flamurtari, 26-28, Halitaj provon, nuk ka shtruar, e ka marrë Johnson. Ja dhe njërë Thomas, vjen gjuajtja. Nuk ka shënuar, ndërkohë ka marrë tani për Quku. Për Quku e cila po kontrollon për parë, nuk ka asnjë nga qendrat e dy poshtë. Good ball, pason tek Hurd. Hurd i cila i largohet zonës. Dhe vërtet është e veçantë që asnjë nga qendrat e Bashkimit nuk është shtatlart, pra si Johnson apo si Omer Basic, por nuk kanë shfrytzuar shumë pjesën poshtë koshit deri tani vlonjatët. Ja ndërkohë edhe një aty Ramos provon, Gjuan nuk ka shënuar. Me shpejtësi tani për Quku. 26-28, vion me +2 Flamurtari. 5 minuta kanë mbetur nga kjo periud. Për Quku. Del në njëri jashtë zone. Ndërkohë që i vjen aty Kutbolt për blok. Për Quku ndalon, pasit e Kutbolt është larg, e provon, sakt, është 3 pikë i saj i dytë. Shumë efikase është, shumë. 2-3 pikësha edhe pse nuk është rolin e saj, por del jashtë, luan një pick and pop të mirë, pra jo pick and roll, dhe e gjuan direkt, dhe kështu ka arritur të marrë avantazh në Bashkimin 29-28 për Quku. Ja dhe njërë tjetër. O, sakt! Shënon 3 pikëshin e saj të tretë dhe të dytin radhazi, duke quar në +4 tani Bashkimi 32 me 28. Nga -4 shkoj në +4, çfarë kthese skuadra e Bashkimit, nga -4 në +4, një parcial 8-0. Tani do të bëj gati trajneri Flamurtarit Dalipa, një zëvendësim do të aktivizojë Omer Basic. Këtu ndoshta kishte nevojë për një pushim, një parcial ky që ktheu lojën. Ja dhe njerë për Quku. Halitaj për 3. Ndërkohë aty poshtë Halitaj. Good bolt. E saj fort është dhe saj eficiente është. Shënon dhe për 2-6 pikët e fundit të skuadrës i ka shënuar pikërisht Good bolt. Topi poshtë tek Johnson. Nuk e furnizojnë dot. Kanë qendrën më shtatlartë në kampionat, nuk e furnizojnë dot. Dhe ka pushim tani. Flamurtari kërkon pushim. Kërkon Flamurtari pushim sepse gjërat nuk po funksionojnë. Në mbrojtje po merr shumë, po merr kosha radhazi, është që Good ball që nuk po e mbrojnë dot. Ndërkohë që në sulm janë jo fort organizuara dhe për këtë arsye kanë humbur këto topat e fundit. Ndërkohë që skuadra e Bashkimit besoj është dashur vetëm pak minuta në periudhën e parë sa të arrinte pra të futej në lojën e saj normale, dhe ja ku është tani në +6, pra një korrigjim 34-28, sepse shënoi edhe 2 pikëshin Kutbolt, pra +6 Bashkimi. Parciali i Bashkimit është 10-0, nga -4 e qua në +6, pra 34-28. Dhe është padyshim ndoshta një mismatch aty sa i përket shtatlartësisë, sepse skuadra Bashkim po luan me një skuadër shtatshkurtër, ekip Flamurtarit me një skuadër shtatlart, dhe kjo ka ndihmuar skuadra e Bashkimit që është edhe më shpejt, edhe më sakt për 3. Problemi mbrojtjes së Flamurtarit për të dalë deri tek zona, deri tek vija 3 pikëshit, pra për të mbrojtur gjuajtësit.
Dhe ka ndodhur pra që është bërë edhe më e lehtë për skuadrën e Bashkimit për të shënuar nga jashtë zone, sepse të reqin edhe mbrojtjen dhe në rastin konkret pra i shënuan 3 pikshat me qëndrën. Dhe këtu nis problemi që qendra e femërtare nuk e ndjek do good ball deri lart. Megjithatë le të shohim. Topin e ka për Quku. Jaku kthehet Gjuan. Nuk shënon. Ecën tani Ramos. Ramos vet. Bukur. Shënon, po ka dhe një faull. Do të ketë një gjuhë të tjerë. Një kundërshtim, shikoni edhe një herë. Shikoni. Bën një finte sigur do të ndaloj, aty më tej depërton dhe i futet në trup Thompsonit, ja merr dhe faullin, por shënon edhe koshin. Dhe kështu kemi arritur pra në 34-30. Plus 4, plus 3, 34-31. Për Quku. Hurd. Jaku vjen Alitaj për 3. Nuk shënon. Pra 3 pikë diferenca, 34-31. Alitaj e cila ka pasuar direkt aty. Po, sakt. Vjen ky kosh i Hurd. Realizon Amari Hurd. E ka marrë tani Reshpja. Reshpja e cila është dubluar dhe mbrojtje mirë Alitaj. Aty Omer Basic sakt. Shënon, por ka dhe një gjuhë të tjerë. Ja, e shikojmë edhe njerë Samra Omer Basic, e cila shikoni goditjen. Shikoni goditjen, nuk e di pse protestoi Halidaj aty, faul ishte dhe është dhe nga përsëritja, është shumë i dukshëm. Ndërkohë që ka dhe një gjuhë të lirë, pra 36-33 plus 3 skuadra e Bashkimit. Do të ketë një gjuhë të lirë Omer Basic, ndërkohë që Alitaj ndrohet. Zëvendësohet Alitaj. Nuk e di nëse pati ndonjë problem të tipit të dëmtim, por nuk u duk shtu, sidoqoftë për Quku tani në organizim. Shikoni këtë blok dysh lart. Elevator screen, ndërkohë Thompson ka rëshkitur good ball, Thompson ka ngecur dhe aty Gjuan Hurd. Sa rrezikshme është për mbrojtjen e flamurtarit. 38-33, plus 5. Ramos. Topi shkon tani lart, shikoni sa larg është Johnson nga zona e saj dhe topi ka dalë jashtë, por preka fundit është me sa duket e mbrojtjes, kështu që i takon edhe flamurtarit. Me 7 sekonda duhet nxitojnë. 7 sekonda për këtë sulm, ndërkohë 2 minuta kanë mbetur nga perioda e 2 dhe pjesa e parë. Ja dhe njërë. Topi poshtë. Bukur Johnson. Pikërisht ashtu siç duhet luaj aty poshtë, ndoshta ishte edhe pak larg, por pak rëndësi ka, ajo bëri lëvizjen e saj, një fade away, një kthesë mirë, arrin të shënoj dhe ka ulur tani diferencën në 3 pikë 38-35. Ka një ekuilibër shumë mirë do thoja. Sepse vërtet që pati një shkëmbullim flamurtari, e rikuperoi Bashkimi dhe kur duke sikur do ta ratisej skuadra e Bashkimit kur shkojnë në plus 6, direkt flamurtari shënoi 2-3 kosha. Dhe pozitive për to ishte që i shënoi kosh plus personal, uli diferencën dhe në këtë mënyrë ka ulur tani deri në 3 pikë. Mirë po, vjen Williams për 3, nuk shënon. Aty tabela është një problem shumë i madh me 2 qendra të tilla që ka flamurtari dhe mos rikuperoi tomin në tabel. Ky është problemi kyç i mbrojtjes. Dhe ja, se si është një zotrim ekstra për skuadrën e Bashkimit, sepse kanë marrë këtë faull, pra kanë marrë gjuhët e lira. Faullin e ka shkaktuar pikërisht Thomas. 1 minutë e 40 sekonda nga perioda e dytë. Më e mirë se e para për të dy skuadrat, duhet thënë. Shohim, quajtja e parë saktë Williams. 39-35 plus 4.
Sakt. Shënon Williams të dyja. 20-35 plus 5 udhëheq Bashkimi. Shohim tani Jakobson. Shohim Omer Basic sa të lehtë kishte nuk e shënoi. Por do thoya që Jakobson hyri tani në lojë, është një organizator mjaft e mirë. Dhe imagjinoni pra çfarë stoli ka flamurtari që një lojtari si Jakobson e fut tani në fundin e periudhës së dytë. Kundërshtim tani. Ramos. Ja dhe gjuajtja. Jo e sakt. Për Quku. Për Quku e cila pason përpara, aty Thompson me të majtën dhe nuk ka faull, thjesht topi ka dalë jashtë. I takon edhe një herë ekipit të Bashkimit. Ndërkohë që do të kemi një pushim, 57 sekonda mbeten nga periudha e dytë dhe nga pjesa e parë. Është kërkuar pushim nga skuadra e Bashkimit, janë me plus 5, duan ta mbyllin sa më mirë këtë periudhë të dytë. Pra në një avantazh të tillë me 5 pika apo dhe pak më tepër. Është le të themi që ndoshta dhe atmosfera të gjitha së bashku ndjen për një skuadër të mirë si Bashkimi që i ka patur ndeshje të sezonit të rregullt shumë të mira, Është viti i dytë që luan kështu. Është një skuadër që edhe në Kosovë arrin të jetë rregullisht në finale, fituese e kupës. Këtë vit është poshtë Prishtina, Tejet e fort, ashtu si dhe Peja, që është përforcuar shumë. Prishtina i mungoi Ligës Unike të Femrave këtë vit. Pra, me shpresën për që do të rikthehet vitin e ardhshëm, është një skuadër shumë e bukur, patjetër, me lojën që përcjell, me profesionalizmin që përcjell. Vjet Prishtinën e kemi parë në ndeshje shumë të mira në Shqipëri. Kujtojmë Aziri, lojtarja e talentuar që tani është bashkuar, pra edhe ajo në Shtetet Bashkuara të Amerikës në universitet, një talent, 15 vjeç luante në Ligën Unike, po dhe me kombëtaren e Kosovës, Malvina Aziri. Ndërkohë, kthehemi në sulmin e Bashkimit që kanë 18 sekonda në dispozicion. Jakub vjen gjuajtje me faull këtu. Ka faull, do të ketë gjuajtje lira për Williams. Shikoni Jakobson e cila në fund ka qenë dhe detyruar, ja ka marrë mirë Crown Williams, duhet thënë. Ja ndërkohë dhe dyta. Sakshënon, pra 21-35, 50 sekonda nga periudha e dytë dhe pjesa e parë. Jakobson. Ja dhe vjen gjuajtja e Ramos, sakt shënon. Shënon 41-38, diferenca mbetet me 3 pikë. E ka marrë tani për Quku. Ramos po luan mirë. Pak i vonë do të thoja aktivizimi i Jakobson, organizatorët që ka luajtur dhe me Partizanin në kampionatin shqiptar, ndërkohë topi ka dalë jashtë dhe i takon flamurtarit 43-38. Udhëheq me plus 5 Bashkimi. Jakobson. Luan tani praktikisht me 3 organizatorë flamurtari, 10 sekonda. Ndërkohë sa i lirë ishte Omer Basic, nuk e ka pasuar dot Johnson dhe kjo i jep dhe kundërsulm Bashkimit. I jep kundërsulm, mbyllet koha, mbyllet perioda e dytë dhe pjesa e parë, 45-38. Bashkimi në avantazh ndaj flamurtarit, një pjesë e parë kjo e fortë e ekuilibruar, me një nisje ndoshta pak ngadalt, por më tej perioda e dytë ishte shumë e mirë. Rasti fundit, aksioni fundit për tarë keq për flamurtarin, sepse ishte fare e lirë Omer Basic, Johnson nuk e pasoi dot, e humbën topin dhe u nisën në kundërsulm bukur duke quar, pra në plus 7, 45-38, avantazhi më i thellë që ka arritur Bashkimi sot. Do të ndjekim disa nga aksionet më të mira të pjesës parë,
pak pushim dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë, Bashkimi Flamurtari. Jemi rikthyer të nduar miq, jemi në pjesën e dytë tashmë, gati për të nisur. 45-38, udhëheq skuadra e Bashkimit. Është një pjesë e parë e cila ndoshta ishte një prezantim jo vetëm e kësaj ndeshje, por e gjithë aktivitetit ku në pushim të pjesëve ka patur edhe një ceremoni nga Federata Shqiptare e Basketbollit, janë ndarë pra disa certifikata mirënjohje për kontribues të cilët ndër vite pra kanë qenë kontribues për klubin e Flamurtarit, skuadrën e Flamurtarit, por i pranishëm ka qenë edhe kryetari i bashkisë, pra edhe ai ka marrë një certifikat mirënjohje nga Federata Shqiptare e Basketbollit, pra Ermal Dredha, për këtë organizim tani të përvitshëm të Final Four-eve të Ligës Unike, që patjetër apo dhe Final 8, pra 8 më të mirët siç ishin vjet në garën e meshkujve. Patyshim që është një organizim mirë, por do thoya edhe një financim i madh, një shpenzim i madh në këtë organizim disa ditor. Megjithatë, Vlora pra është një qytet basketbolli, kështu që kjo pritet që të ndodhë tashmë. Gati për të nisur pjesën e dytë. Skuadra e Bashkimit që do të jetë në sulm, pra në fillimin e kësaj pjese të dytë, gjithçka gati, thotë gjyqtarët. Pas këtij takimi, pra me njëherë më pas do të jetë gjysmëfinalja e dytë mes Partizanit dhe Pejës. Do të jetë një sfidë e fortë. Patyshim për të kurioz për të parë edhe përforcimet e Pejës. Përforcime që të paktën janë përfolur që këto 2 javë të fundit, që mund të jetë skuadra e mundshme që mund të shkojë në finale.
Nis tashmë me sulmin e skuadrës së Bashkimit e ka marrë Përquku. Ja ku shtopi tek Hurd. Hurd, nuk arrit do të shënoj. Dhe ka marrë Ramos. Ja ku është edhe njërë, topi tek Johnson. Poshtë tek Omer Basic, nuk arrit do të shënoj. Ecë me shpejtësi Përquku. Ndërkohë lojë me një e mirë, por nuk ka kosh në vendin e fundit nga Williams dhe kështu flamurtari mund të përfitojë edhe një herë nga Ramos. Aty është Thomas, bukur pasimi tek Johnson. Nuk e kuptoj se si u vonuaj shumë, megjithatë ka kosh nga Reshpia. U vonua dhe e kishte shumë të lehtë që të çënonte. Shumë dhe gjuhën e lirë. E ka shënuar Reshpia dhe ajo ka dhe një gjuhët e të lirë. Diferenca pra me 5.45-20. Ka shënuar Reshpia 25-21 me plus 4 tani ekipin Bashkimit. Ja dhe njerë, aty Përquku, dhe sak shënon për 2. E ka marrë tani, Ramos. (27-21 plus 6). Ndërkohë që realizon tani mjaft mirë Thomas. Vjen gjuajtja e pasaktë Thompson, ndërkohë Williams. Provon edhe njërë Thomas, nuk ka shënuar, ndërkohë topin e ka marrë tani Ramos. Nxiton Ramos, ja ku topin e çon tek Reshpia, Reshpia aty poshtë, por topin e ka humbur. Mbetemi me 4 pikë diferencë, Hurd ka mundësi tani në depërtim, aty kalon me njerë dhe faul, mund ta kishte shmangur, ndoshta edhe faulin. Megjithatë është me 4 pikë tani 27-43 duke parë të përsëritur, duket sikur ndërhyrja është tek topi, megjithatë është nga mbrapa dhe aty hyn padyshim shumë gjëra në lojë. Pra mund të ketë ulur Crown, sidoqoftë të parën e ka shënuar, pra jemi në një avantazh tani me 5 pikë dhe shkon me 6. 29-43, udhëheq skuadra e Bashkimit. Reshpia. Ja kalon dhe herë tek Ramos. Aty tek Reshpia. Dhe duket se ka hapa që në nisje, ka hapa, kështu që i takon edhe herë skuadrës së Bashkimit. Merë topin tani Përquku. Përquku e cila kalon me njerë tek Thompson. Pas blokut, Thompson ka përballë Johnson dhe provon vetë gjuajtje sakt. Shënon për 2 thot gjyqtari. 51-43 plus 8. Ja dhe një Ramos. Kalon tani tek Johnson. Ndërkohë shkon për tek Omer Basic. Aty me njerë për tek Reshpia, i cila provon për 3, sakt, çfarë përforcimi ka bërë flamurtari. Reshpia që i jep tani një kosh në një moment shumë delikat, sepse Bashkimi po shkëputej. Diferenca me 5 pikë, 51-46. Topi dhe poshtë nga Përquku. Ndërkohë, një depërtim ky shumë i vështirë nga anë e Thompsonit dhe ka patur faul në fund, kështu që do të kemi gjuajtje të lira. Ja, e shikojmë ndërhyrjen që në fillim, pra pa gjuajtur ende, kështu që topi do të nisë nga vija anësore.
Janë deri tani 2 falla për skuadrën e Flamurtarit këtë periudhë, ndërkohë që Bashkimi vetëm 1 fall. Por janë pak minuta. Edhe njërë topin e ka Williams. Shkon me njërë tek Përquku. Përquku e cila në fund e kalon aty tek Hurd. Hurd nuk shënon, por topin tabele ka marrë Thompson, ka shënuar. Shikoni, shumë nervoz është Agim Dalipa, e trajneri Flamurtarit, dhe besoj ka me qendrat e ka ndoshta me Omer Basic, sepse duhet zotronte topin aty në fund. Reshpja provon për 3, Gjuan. E nuk shënon, megjithatë Johnson. As ajo nuk shënon, por ka faul, do të ketë 2 gjëra të lira. Ja dhe njërë këtu falli, dhe kjo e shtyr nga ana Good Ball. 53-46 në favor të Bashkimit. Johnson e vjen e gjë dhe lira. Do të kemi një ndrim tani, do të ulet Hurd dhe në lojë do të jetë Muhadri. Viktor Kovac, trajneri pra i Bashkimit të Prizrenit, po bën një zëvendësim duke dhënë ndoshta një ndimes qendrës dhe tabelës, pra aktivizon Muhadrin me shumë mundësi për të mbrojtur Johnsonin. Shënon 53-47, ecë tani Përquku. Shohem Përquku dhe aty ja ka vjedhur topin Thomas. Shohem Thomas, pasi poshtë Johnson dhe fall tjetër. Është një ndeshje me shumë fall, është një ndeshje me shumë ndërprerje, sepse në shumicën e rasteve loja zhvillohet më së shumti po shkoshit tek qendrat, dhe aty patjetër ka shumë ndërhyrje. Shohim se si do të jetë ndeshja e dytë. Kjo gjysmëfinale e parë ndoshta me një ritëm mesatar, por e fort fizikisht, sidomos mes qendrave, fort fizikisht. 53-49, plus 4 është Bashkimi. Ja ku shkon tek Thompson, që me të pajtën e saj e ka nxjerrë totalisht jashtë lojë mbrojtësen, megjithatë nuk ka shënuar. Ramos dhe fall nga Përquku. Fall nga Përquku. Ndoshta nuk ka hyrë plotësisht në lojë Përquku sot. E kemi parë në ndeshje të tjera shumë vendimtar me organizimin e saj. Ka shënuar një 3 pikësh në periudhën e parë. Tek tuk në një dëvërtim. Reshpja për 3 dhe shënon. Bernarda Reshpja realizohen, shikoni sa bukur finten, step backun e shënon dhe çon tani në vetëm një pikë diferencë, 53-52. Muhadri. Edhe një topet tek Williams, kujtoj Reshpja, e cila nga Vllaznia tek Tirana në fillimet e saj, flasim kur ajo ishte ende 15-16 vjeç. Mëtej do të shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës për disa vite me radhë. 55-52 plus 3. Plus 3 është Bashkimi. Ja dhe. Ide e mire Thomas. Reshpja nxjerr. Omer Basic për Thomas, kjo Gjuan. Nuk shënon aty poshtë Johnson dhe ka fituar fall. Është një tjetër fall ndaj Johnson, që atë që përmenda që në fillim Flamurtari ka shtat lartësi, dhe nëse do ta fus totalisht në punë, në funksion këtë shtat lartësi ndaj qendrave të Bashkimit, mendoj që nuk do ta kishte kaq të vështirë. Duhet furnizuar më mirë Johnson apo Omer Basic. Bashkëtesën të dyja bashkë aty brenda në zonë e kanë të vështirë.
por mbi të gjitha është furnizimi nga organizatorët. Ndaj dhe e përmenda dhe në periudhën e dytë që u duk pak e çuditshme që Jacobson luajti aq pak. Është një lojtare e cila pason shumë mirë, luan mirë pick and rollin. Megjithatë këto janë vendimet e trajnerit absolutisht. Dhe ndërkohë edhe Henderson ende nuk është aktivizuar, lojtari që sapo i është bashkuar flamurtarit. Shohim tani për Qupu. Pra diferenca është me vetëm 1.55-54. Delart Williams e kalon aty tek Hurd. Nuk shëron Muhadri. Ja dhe njërë gjuajt e Hurd. Nuk shëron, çfarë lufte. Omer Basic. Ramos. Ja dhe një Ramos. Aty tek Omer Basic, i cila provon për 2. Gjuajt e dobët del jashtë. Tope dhe njerë tani për bashkimin. Është një ndeshje e cilën flamurtari me pak kujdes mund ta kalojnë avantazh. Dhe tani do të fus Henderson. Pra, ja, lojtarja që ka luajtur deri vjet në finale. Lojtare mirë. Por, ajo me Johnsonin janë njësoj. Dhe këtu do t'jetë shumë e vështirë për flamurtarin. 57-54 plus 3 bashkimi Ramos. Tomi tek Omer Basic. Ndërkohë që Omer Basic ka shkaktuar vetë faull, me sa duket do të zëvendësohet dhe në lojë do të jetë Henderson. Flamurtarit patjetër që tani në këtë lojë të tillë do të duhej një lojtare 4 që lidhte mirë organizatorin me qendrën poshtë. Thompson. Për Quku e cila po të vërtot. Aty në fund, nuk ka shënuar, Hurd, blokohet pasa nga Johnsoni. Dhe shkon me herë tek Reshpia. Ja dhe njërë është Thomas. E kalon tek Reshpia. Reshpia, e cila kthehet në fund Gjuan. O, çfarë koshi ka gjetur. E veçantë shumë. Një kthes, një trapsh, ka arritur të shënoj. Dhe ka arritur që ta ul diferenca në vetëm 1.57-56. Ndërkohë gjyqtari thotë që ka një faull më përpara. Shikojmë edhe një herë. Shikojmë për çfarë bëhet fjalë, sepse ka dhe protesta tani nga publiku. Tu është për këtë. Faull teknik me sa duket për stolin e flamurtarit, për trajnerin. Është kërkuar dhe pushim. Ka një pak knajsi tani nga publiku vlonjat për këtë faull të fundit, por edhe për atë çfarë ndodhi, sepse duke se ka dhënë një faull teknik për trajnerin e flamurtarit Hakim Dalipaj. Faulli pra ishte për Reshpia dhe tani në këtë moment që është shumë delikate loja, vetëm me 1 pikë diferencë, 57-56, normalisht që ndikon. Shohim storien e flamurtarit, pra vetëm 1 pikë avantazh, 57-56 në favor të bashkimit. Tani do të kemi një ndrim tek skuadra e flamurtarit, do të futet me Mushi, bëhet gati. Por që duhet kuptojmë se sa faulla ka Reshpia, pak e vështirë për ta dalluar. Gati për lojë. Në momentin e dytë do të kuptojmë nga tavëria e gjyqtarisë se sa faulla ka Reshpia, e cila ndrohet. Kam përshtypjen që
Kam përshtypjen që rrezikon me 3 ose me 4, megjithatë do ta saktësoj më tej. Por për momentin është ulur Reshpja, e cila duhet thënë ishte lojtarja më në formë tani në periudhën e tretë me koshat e saj, me 3 pikëshat e saj dhe e ka ulur deri në 1 pikë diferencë, pra 57-56. Por topi tani tek Bashkimi me Përqukun. Lart e Williams. Me këtë kthes dhe nuk ka më kohë, thot gjyqtari. Pra nuk ka patur fallë teknik. Nuk ka patur fallë teknik, ka qenë vetëm ai gest vetëm për pushimin, për time-outin, jo për fallë teknik. Pra një korrigjim. Topi nga Ramos. Me Mushi. Shohej me Mushi. Aty është Ramos, direkt për 2 dhe flamurtari kalon avantazh. 57-58, kalon avantazh me 1 pikë. Ka marrë tani Përquku. Shohej Përquku që ndalon vetë dhe gjuan. Nuk shëron, ka marrë Johnson. Pason tek Thomas. Shohim tani si do funksionojë flamurtari me 2 qendra 5. Ja Thomas, Gjuan dhe shënon. 57-60 flamurtari me 3 pikë avantazh, 1 minutë nga periudha e tretë. Edhe një Përquku. Përquku e cila kalon lart aty tek Williams. Pas bokut të Muhadrit. Pasin e çon tek Futbolt. Aty Muhadri, por në këtë kaos brenda në zonë, gjyqtari ka dhënë Xhem. Mirë po, me sa duket, po, Xhem, nuk e ndryshojnë, edhe pse u dëgjua sirena e përfundimit të sulmit dhe të kohës, është Xhem dhe ky top i takon pikërisht flamurtarit. Ja dhe njerë është Thomas. Lart tek me Mushi. Henderson e cila hap dhe Ramos. Shënon. 57-63 me plus 6 flamurtari. Momenti mirë ky, se sa gjatë ta mbajnë. Shohim Muadri, depërtimi i mirë, realizon. Shënon ajo dhe e ka ullur tani diferencën e 4 pikë, 59-63, janë sekondat e fundit, duhet nxitoj skuadra flamurtarit, provon Johnson, nuk shënon. Nuk shënon dhe nuk ka më kohë, mbyllet periudha e tretë. Mbyllet 59-63 me plus 4 për ekipin e flamurtarit. Momenti mirë në 5 minutëshin e 2 do thoja nga Reshpja dhe më pas nga Ramos. Janë, shikoni këtë step back, shikoni këtë 3 pikë të Reshpjes. Janë 2-3 pikëshat saj në periudhën e tretë. Ka luajtur vërtet mirë, edhe një depërtim i bukur. Por tani në fund është Ramos, e cila ka marrë përsipër, ajo ka shënuar pra këto 2 koshat fundit, një shënoi dhe Thomas. Dhe të paktën për momentin kjo skuadër 7 larte, goxha 7 larte për ekipin flamurtarit po funksionon. Se si do të vijoj më pas, sepse do të thënë që të dyja këto lojtarë, dhe Henderson edhe Johnson, janë shumë të njëjta në lojë, janë të gjata njësoj, nga dalta njësoj. Por që besoj aty është një forcë ekstra. Një forcë ekstra përballë Bashkimit, nëse do din ta shfrytëzojnë deri në fund. Sepse shikojmë që Futbolti është larguar gjithmonë më tepër zonës. Dhe ky është bonus për flamurtarin. E gjata ka shumë lojë, ka shumë lojë, ka 10 minuta përpara. 10 minutat e fundit, 10 minutat e periudhës së katërt. Dhe ndërkohë që më pas, pra sepse dhe lojtarët e Partizanit i shohim tani që janë në sallë dhe janë gati pra për të nisur dhe ato nxemjen e tyre. Pas tyre 10 minutave do të ketë një nxemje për rreth 20-25 minutash. Besoj do të jetë jo më shumë se 25 minuta.
Dhe mëtej në orën 21 do tjetë pra gjysmë finale 2 dhe Ligës Unike për femra mes Pejës dhe Partizanit. Topën e ka për Quku. Nuk ka shënuar. Aty Gutbold për 2, Shënon. Shënon nuk mund tjetë ka që lirë Gutbold. Nga mbrojtja është lojtare shumë mirë. 61-63 me plus 2 flamurtari. Ramos. Ndërkohë Thomas tek Memushi. Memushi do të pason në qendër. Henderson është aty. E cila kthehet dhe në fund Gjuan, por nuk ja del derisa topin e ka rikuperuar. E çon tek Ramos. Ramos aty tek Thomas. Dhe Koshi, gjyqtari thotë që është i vlefshëm. Gjyqtari thotë që është i vlefshëm. Nga stoli i bashkimit protestojnë për kohën. 61-66 plus 5. Plus 5 ekipi flamurtarit. Thompson nuk e merr dot. Williams. Ja për Quku, Gjuan. Sakt për 3, sakt për 3. 60 qojmë, po e ka konfirmuar dhe njërë gjyqtari. 64-66. Flamurtari u dheq me vetëm 2 pikë. Topi tani, askund, sepse del jashtë dhe i takon bashkimit. Ja për Quku e cila shënoi 3 pikësh është në specialitetet e saj, por sot ka marrë pak përsipër, duhet thënë. Shohim tani gjyqtarët cilët po konsultojnë me njëri tjetrin, besoj për rastet e fundit. Po konsultojnë për rastet e fundit që kanë lidhje me këto kosha, pra të 2 koshat janë shënuar në sekond të fundit. Edhe për flamurtarin dhe për bashkimin, dhe në të 2 palët, në të 2 krahat, ka patur kontestime nëse janë shënuar brenda kohës apo jo. Shu mbetet. Janë dhe 8 minuta 30 sekonda dhe po bëhet gati tani Reshpja për tyrë në loj. Për Quku. Ndërkohë ndërtimi. Ja dhe Gjuajtia nuk ka shënuar dot Gutbold. Aty Thompson, Muhadri, Williams dhe shënon për 2. Shënon dhe Barazon. 66-66. Edhe një Ramos. Jaku vjen ke Gjuajtje. Edhe nuk ka shënuar Thomas. Aty kalon tek Ramos. Poshtë Henderson, provon dhe shënon. Shënon dhe njërë me plus 2 flamurtari, 66-68. E ka marrë për Quku. Për Quku. Për Quku që depërton dhe për 2 nuk shënon dot. Gutbold ka marrë Tomin Abel. Aty në fund e ka vjetur Thomas. Thomas e vetme me të majtën shënon. Plus 4 flamurtari. Do të kemi tani faul. Gjuajt e lira. Ndërkohë që ka protesta nga stoli flamurtarit për fallën e fundit, pra 66 me 70. Ka hyrë në lojë Reshpja për ekimin e flamurtarit. Të parë nuk e ka shënuar Thompson. Ja dhe dyta sakt. Pra 67-70 me plus 3 flamurtari. Merr tani Ramos. Ramos edhe njërë tek Thomas.
Ndërkohë që lufton aty sa të mundet Johnson dhe topin e ka ende, pason tek Thomas. Thomas e cila gabon pasimin. Eri Mer, duhet gjuhë 7 sekonda, po sakt. Sakt 67-72 udhëheq flamurtari. Ndërkohë Good Boy ka humbur, shikoni luftën e Reshpjas dhe gjyqtari Gjoni tregon që topi i takon flamurtarit. Shikoni sa e fort beteja aty për këtë top. Shikoni edhe njerë se si ka ardhur kjo përplasje. Dhe topi i takon flamurtarit me këtë goditje që ka marrë Reshpja të faull pra. 67-72. Udhëheq ekipi i flamurtarit dhe ka dhe sulmi, por ka shumë lojë përpara, 6 minuta 35 sekonda. Do të pastrohet parketi pra, pasi është i rëshitshëm dhe gati për lojë edhe njerë. E ka marrë tani Ramos. Jago është tek Thomas. Gjuan, sakt Thomas. Dhe kjo periode 4 është e saja. Kundër sulmi pak më parë. Ndërkohë ka shënuar dhe 2 pikësh pak më parë gjys distancë. Tani shënon këtë 3 pikësh. Janë këto kosha rrëdhësi, këto 3 sulme rrëdhësi të Thomas që e ka qurë në plus 8. 67-75. Udhëheq me plus 8 ekipi flamurtarit, avantazh më i thellë që kanë arritur sot vlonjatet ndaj Bashkimit. Është marrë ndërkohë pushim, është pushimi i dytë që ka marrë skuadra e Bashkimit flamurtarit, nuk ka marrë ende asnjë pushim këtë pjesë të dytë. Gati janë edhe 2 skuadrë e tjera, pra janë në sallë tani që presin përfundimin e këtij takimi. Pra Peja dhe Partizani janë në sallë për të nisur pas pak gjysmëfinalen e tyre, gjysmëfinalen e dytë. Ndërkohë që kërkojnë me së duket gjyqtarë të kontrollojnë në ekranin që është në tavolinën e gjyqtarisë. Pra, për rastin e fundit duan të verifikojnë nëse ishte për 2 apo për 3. Ja, shikojmë edhe një përsëritjen. Pra është 3 pikëshi i Thomas. E kontrollojmë këtu. Të paktën në ekranin ton ne e shohim që është 3 pikëshi pastër. Thomas dhe më pas me depërtimin e saj për 2. Do janë koshat që ka shënuar ajo, ndërkohë që gjyqtarët po kontrollojnë aty në tavolinë e gjyqtarisë. Pra për rastin e fundit.
Ja pra, janë duke kontrolluar siç mund ta shihni në ekranin e Instant Replay atje në tavolinë e gjyqtarisë, pra aksionin që po jepet nga regjia jon pra për ne shikojmë edhe një herë. Pra, këto 2-3 momentet të fundit. Ja të shikojmë. Pra, gjithë verifikimi atje nuk kuptoj qartë për çfarë ishte, po sidoqoftë mbetet gjithçka siç ishte, pra 67-75, 6 minuta 20 sekonda. Edhe njërë, topin e ka marrë Ramos. Shohim Ramos. Dhe nuk ka shënuar pra i gjithë verifikimi, hajde sa mësojmë edhe nga pjesëtarët e federatës, pra gjithë çfarë po verifikoi pak më parë ishte për 3 pikshin e fundit, pra për 3 pikshin që shënoi Thomas, që ishte një 3 piksh i rregullt, pra nga jashtë zone, kështu që rezultati është i rregullt. Topi poshtë tek Henderson, nuk e merr dot për Quku. Për Quku, Bukur, çfarë finte dhe në fund ka depërtuar sa ka shënuar, duke e quar tani në 6 pikë diferencën. Ja dhe një Ramos. Shohim Ramos. Aty topi dhe ka vjetur Muadri. 5 minuta ka fundit, duhet jetë shumë kujdesshëm tani. Muadri, topi te Gutbold, mund të ishte e hapa kjo. Sidoqoftë 2 kosha me shumë pesh nga skuadra e Bashkimit që e ka ulur diferencën tani në 4 pikë. 71-75. Po është tek Johnson. Johnson, sakt, 71-77. Edhe një për Quku. Shohem për Quku. Dhe aty ka një ndërprerje, por që momentin e fundit dhe aty ka një vjet nga Henderson me faul. Ja të shkojmë edhe njerë këtë përplasje çfarë ka ndodhur, sepse Thompson mund të ketë dëmtuar shpatullën, me të shohim në parket aty. Por sidoqoftë ka fituar faullin, diferenca pra me 6 pikë, Flamurtari udhëheq 71-77. Është një ndeshje e cila patjetër që ndroi imazh në periudhën e dytë dhe në pjesën e dytë komplet, periudhën e tretë dhe tani në të katërtën ndroi totalisht faqe krahasuar me periudhën e parë. Është shpejt, ka pikë, ka 3 piksha dhe janë shënuar shumë pikë, duhet thënë. Muadri, pasit e Gutbold. Gutbold që në fund kthehet për 2 dhe shënon 73-77. 4 pikë diferencë, 4 minuta mbeten. Ka marrë tani Ramos. Aty tek Johnson. Ja dhe një pasja 2 poshtë, Ramos. Nuk shënon, e ka marrë Muadri. Sa e gjallë është loja tani. Edhe një për Quku. Ndërkohë që hapa në nisje nga Williams. Ndërkohë që një tribun të mbushur me kaq shumë figura për një ndeshje të basketbollit të femrave, vërtet që ndoshta kishte shumë kohë që nuk e shihnim. Por duket që Vlora i ka bashkuar të gjithë. Dhe aty ka Hapa tani takojnë Reshpjes, kështu që i takon Bashkimit. 3 minuta 45 sekonda, 4 pikë diferencë. E ka marrë për Quku.
Sa e fort loja tani në fund. E bëjnë emocione dhe më të fort. E ka Gutbold. Cila pason tek Muhadri, ajo poshtë për Përqukun dhe aty ka faul direkt. Ka faul. Është faul i Jakobson. Është faul i Jakobson. Që sidoqoftë duhet thënë të dy skuadrat nuk është se rrezikojnë tani në fundin e kësaj periode pra për të hyrë në bonus. Është pak e veçantë kjo periudhë. Aq shumë sa u shkaktuan faulle në pjesën e parë, sidomos në periudhën e parë, tani në të katërtën ka praktikisht vetëm një faull të shkaktuar Bashkimi dhe 2 faulla flamurtar, kështu që për 3 minuta 32 sekonda që mbeten, çështja e bonusit nuk është ende problem. Kështu që dhe ky faull do të ketë të rifutje të topit nga vijensore. Tani flamurtari pra bëri një ndryshim, do thoja, sepse duke luajtur me 2 qendrat 5, me të 2 qendrat që e përmenda disa herë që janë njësoj edhe ndoshta edhe pak ngadalta, por shumë shtatlarte, qoftë Johnsoni, qoftë Henderson, atëherë ka menduar pra Gimda Lipa që t'i jap më shumë shpejtësi me lojtarët jashtë dhe për këtë arsye ka rifutur edhe një herë Jakobson dhe Ramos, luajnë të dyja bashkë, dy organizatorët. Por patjetër që bashkë me to është edhe Reshpja që sot ka bërë një ndeshje mjaft të mirë. Mjaft të mirë dhe kjo është ndoshta për ta parë me shumë vëmendje pjesën e lojtarëve shqiptare që shikoni sa shpejt përshtaten me një skuadër tjetër. Këtë e përmend sepse amerikanët gjithmonë duan muaj e muaj që të përshtaten. Ndërkohë që lojtarët tona patjetër e njohin kampionatin dhe direkt pra Reshpja është futur totalisht me maksimumin e saj. Ndërkohë faul edhe një herë. Faul edhe një herë dhe topi i takon flamurtarit, një faul aty në luftë në tabel. E shikojmë edhe një herë se si ka ndodhur. Nuk dallohet qartë, kam përshtypjen që ndoshta Gutbold mund mos jetë ajo që ka shkaktuar faullin, mund të jetë prapë Përquku. Ndërkohë, gjuajtja e Reshpjas nuk është sakt. Topi që rikuperohet tani nga Thompson, 4 pikë diferencë, 73-77. 3 minuta kanë mbetur. Përquku, bloku lart i Gutbold. Përquku që e le tek Williams. Williams e tira po futën në zonë dhe rrëshket momentin e fundit për Shënon. Shënon dhe diferenca tani me 2 pikë, 75-77. Me vetëm 2 pikë. E ka marrë Jakobson, e cila kërkon Reshpjen lart. Ajo e merr topin. Pas bllokut ndalon, por nuk gjua dhe pason tek Ramos. Ramos mund të kishte gjuajtur, ndërkohë ja ku është aty Thomas, nuk shënon. Ecën Përquku. 2 pikë diferencë. Përquku dhe për Tom dhe ka ndërprerje, kërkon dhe faul. Ndoshta me të drejtë kërkon dhe faul në atë rast Jakobson. E kalon tani tek Thomas, e cila depërton. Thomas për 2, nuk shënon. Merr edhe një herë nga vajzat e Prizrenit që kalojnë tani në sulm 2 minutat e fundit. Ja ku është Thompson, Përquku. Shikojmë në fund topi tek Gutbold. Aty mbyllet dhe faul nga Johnson. Faul nga Johnson. Ja ku është shtyra pra shën përsëritur 1 minutë 45 sekonda nga fundi. Dhe këtu ka mundësi që të barazoj Gutbold. Por është faulli i Reshpjas, jo i Johnson, që do thot faulli i 5. Faulli 5 dhe i fundit. Faulli 5 pra për Reshpja e mbyll takimin. Dhe vërtet më katë për flamurtarin, po luan dhe mjaft mirë Reshpja dhe në mbrojtje, përveç se sulmin shëron të parën tani Gutbold. 1 pikë diferencë, 76-77.
Ka mundësi të barazoj Gutbold. Ja, gjuajtja e pasak. E pasak, 1 minutë e 45 sekonda, ko ka shumë për para, Jakobson. Jakobson e cilë pason të Omer Basic. Omer Basic, sa fort ka pasuar dhe topi ka dalë jashtë. I takon edhe njerë skuadrës së Bashkimit. Jemi në 1 minutë e 30 sekonda. E ka marrë Williams. Ndërkohë Përquku e merr dhe Jakobson e mbron. Ja ka marrë Krau, Gjuan bukur. Kalon avantazh. Kalon avantazh. Edhe një Jakobson, 78-77 është Bashkimi në avantazh. Jakobson dhe nuk ka shënuar, por ka faull. Do të ketë 2 gjuhet e lira, 1 minutë e 7 sekonda. Shohim tani gjuhet e lira, padyshim që për lojtarët flamurtar, po dhe për tifozët vlonjat, emocion. Ka barazuar 78-78, 1 minutë e 7 sekonda. Ja ndërkohë e dyta dhe mbetet në barazim. Sulmi i Bashkimit me Williams. E kërkon topin poshtë, Përquku po ta shikoni sepse mbron Jakobson që është me shkurtër, ajo i bën të njëjtën lëvizje si pak më parë dhe gjyqtari ka dhënë faull. Ka dhënë faull, do të ketë 2 gjuhet e lira, ndërkohë që kërkojnë përhapa nga stoli flamurtarit. Por faulli është shkaktuar më përpara. Jakobson do t'ulet dhe në lojë do t'jetë më mushi. Do t'ulet Jakobson sepse është hera e dytë që Përquku e shfrytëzoi mjaft mirë shtatlartësi ndaj Jakobson. U fut poshtë, luajti 1-1, 2 herë i bëri një lëvizje me kthes. Dhe këtë mas mori direkt trajneri i flamurtarit. Futi me Mushin që është mbrojtëse e mirë. Dhe uli pra Jakobson. Ja Përquku të parën, nuk e shënon. Nuk e shënon, arbitore e Përquku, do të ketë edhe një gjuajtje të dytë, 54.7 sekonda mbeten më pas. Dhe sakt, me 1 pikë avantazh tani Bashkimi me Mushi. Ramos. Ramos për tek Thomas. Dhe Omer Basic. Aty ka faull. Aty ka një faull. Ja, shikojmë edhe një momentin këtu është kur e mori topin Omer Basic dhe besoj duart që i ka vënë mbrojtësia në momentin e hapit të parë, aty është dëm faull, por Bashkimi ende nuk ka plotësuar 5 personalet. Kështu që topi do të nisë nga vjansore për flamurtarin. Kanë 14 sekonda. Thomas, Gjuan dhe nuk shënon. Ndërkohë që lufton mirë Muhadri dhe faull në dëm të Muhadrit. Faull në dëm të Muhadrit këtu kur zotroi topin. 32 sekonda. Është marrë pushim tani. Dhe pushimin e ka kërkuar flamurtari. Kështu që të dy trajnerët i kanë marrë nga 2 pushime, kanë edhe një për të marrë. Bashkimi udhëheq 79-78 dhe ka pra dhe 2 gjuhet e lira. Më pas 32 sekonda ka një kohë të plot, do thojë për flamurtarin që të sulmojë dhe ndoshta të shënojë një 3 pikësh barazimi. Por sërish do të ketë pak sekonda për ekipin e Bashkimit për të tentuar dhe një aksion të fundit. Por e gjitha për të parë, së pari tek gjuhet e lira sa të sakta do të jenë fillimisht me gjuhet e lira dhe a do të ketë mundësi flamurtari të shënojë një 3 pikësh që
mundet se jo dhe ta çojë në shtesë. Shohim tani se si do ta luaj pra pas gjuhëtave lira flamurtari. Jam i bindur që Bashkimi do të kërkojë direkt pressing. Muhadri do të jetë në vijën e gjuhëve lira. Aulona Muhadri, që është dhe kapiteni e Bashkimit, të parën. E shënon +2. 80 me 78. Shohim tani edhe dytën. Nuk e shënon, topin e ka marrë Omer Basic, pason tek Memushi. Tani flamurtarit i duhet një kosh për 2 apo për 3, por i duhet një kosh në këtë kohë që mbetet. Dhe faul. Ndërkohë kërkojnë 8 sekonda nga stoli i Bashkimit. Në fakt, duke parë që ka dhe 15 sekonda në sulm, do thotë që kanë kaluar jo 8, po 9 sekonda. Por këtu duhet kuptuar e ka kaluar mesin e fushës apo jo. Këtë pretendojnë, pra nga stoli Bashkimit pretendojnë për 8 sekondësh, që nuk ka kaluar mesin e fushës për 8 sekonda. Do ta shohim edhe të përsëritur, pra se ku është shkaktuar faulli, e ka kaluar mesin e fushës apo jo. Ja, shikojmë edhe një herë me kujdes. Se ku është shkaktuar faulli. Pra duket se është në fushën. Është në fushën flamurtare që kam përshtypjen ndoshta është e vërtet pjesë e 8 sekondshit. Sidoqoftë tani ka 2 gjuhët e lira për Johnson. Johnson ka 2 gjuhët e lira, mund të barazojë dhe mund ta çojë në shtesë. Të parën e shënon. 80-79. E dyta shumë që më rëndësishme, pas ka 22 sekonda dhe barazon. 80 me 80, por nuk merr pushim Bashkimi dhe e nis direkt për Quku. E cila po lë sekondat kalojnë, mos i jap asnjë mundësi flamurtarit më pas. Pas bllokut. Topi tek Muhadri, bllokohet nga Memushi, ndërkohë avancon Ramos, e cila duhet gjuhej Ramos. Ka faul. 2.4 sekonda ka faul. Do të shikojmë faulin se si është shkaktuar. Ramos, ja ku është, po faul, absolutisht po. Absolutisht po, faulli është. Dhe do të ketë tani 2 gjuhët e tjera Ramos. Loja barabartë 80-80. 2.4 sekonda mbeten. Të parën, po. Shënon. Dhe shkon në +1. Ja të shikojmë dhe gjuhën e dytë, 81 me 80 për... Dhe shkon në +2, pra 80 me 82, me +2 flamurtari me gjuhën e lira të Ramos. Kanë mbetur 2.4 sekonda në kronometër. 2.4 sekonda. Tani, absolutisht duhet gjuhëtja perfekte për skuadrën e Bashkimit. Duhet një 3 pikësh për të fituar lojën, por pse jo një 2 pikësh për ta çuar në shtesë. Megjithatë, regjia na dha përsëritjen e rastit të fundit dhe aksionit të fundit, pra të fallit të fundit për të hequr të gjitha dyshimet, dhe aty vërtet që kishte një goditje në dorë, një goditje të pastër në dorë që ishte faul. Dhe tani në 2.4 sekonda është vërtet pak, por me një pasim mirë, me një gjuajtje të mirë, edhe këtë 2.4 sekonda mund të marrë pesh për ekipin e Bashkimit.
Tani, së parë duhet kuptojmë çfarë do të vendos trajneri kroat i Bashkimit Kovac. Do të kërkojë një gjuajtje për 3 për ta fituar lojën apo një 2 pikësh për ta çuar në shtesë. Gjuajtje për 3. Mendoj që vetëm ndoshta Përquku ka qenë edhe Gutbold kanë qenë të sakta për 3. Pjesa tjetër më ndryshe. Kështu që një mes të dyjave mund marrë përsipër për 3, por nëse do të jetë për 2, aty do të shikojmë kujt ja ka caktuar topin e fundit trajneri kroat Viktor Kovac. Ja bloku. Në fund topi poshtë dhe ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë dhe me sa duket i takon flamurtarit. I takon flamurtarit ky top që ka përfunduar jashtë. Me pushim tani flamurtari. Ja të ta shikojmë edhe njërë të përsëritur. Ky është momenti. Ky është momenti pra që pam përsëritur. Ja edhe njërë. Pak e vështirë do të thoja, shumë e shpejt, pak e vështirë. Topi ka dalë jashtë dhe i takon flamurtarit tani me 1.4 sekonda. Kthehe në lojë tani. Kthehe në fush. Sulmin e ka skuadra e flamurtarit, 1.4 sekonda. Gati skuadra e flamurtarit në fush, por pretendojnë për diçka, pra nga stoli i Bashkimit për topin e fundit, pra besoj se do të rishikohet topi i fundit, se kush e ka nxjerrë topin jashtë. Edhe ne do të kemi mundësi ta shohim përsëritur një top që gjyqtarët do ta kontrollojnë në monitorin ton, pra i kërkoj regjisë që të na rikthej sërish aksionin e fundit, pra komplet aksionin e fundit për topin që ka përfunduar jashtë. Jemi në pritje pra. Jemi në pritje për aksionin e fundit. I lutem regjisë për topin e fundit që ka përfunduar jashtë se nga cila lojtare është prekur. Ja e shikojmë ndoshta pak më përpara aksionit, pak më përpara dhe ndoshta për ta riparë më ngadalë. Gjyqtarët pra janë në pritje. Është ndoshta shumë e shpejtë dhe pak e paqartë për ta kuptuar se kush e ka prekur e fundit këtë top, që patjetër nga ky top varet edhe ndeshja. Regjia nëse mundet pra ta përsërisë edhe një herë këtë aksion, këtë top të fundit, se kush e ka prekur. Do ta rikërkoj edhe një herë, gjyqtarët kërkojnë pra që të pra do ta rishikojmë 2-3 herë në rëmiq, sepse gjyqtarët janë këtu në monitorin ton duke parë. Nëse mund të regjia pak më ngadalë, do t'ishte ja shikojmë, po tani është vërtet mirë dhe do të kërkonim edhe një herë regjisë. Gjyqtarët janë ende këtu në monitorin ton duke parë pra, dhe një herë
do donim ta rishinim me këtë shpejtësi përsëritjen. Regjia po mundohet prapë për të dhënë planin më të mirë. Pra, gjyqtarët kërkojnë sërish ta rishojnë, vetëm ndoshta pak më ngadalë, të jetë plani pak më ngadalë, pra jemi në ndoshta në një rast të pa precedent do thoja, sepse gjithçka diskutohet tani në sekondat e fundit dhe mbetet vetëm 1.4 sekonda. Regjia nëse do të na jap sërish jemi ende në pritje pra për të ripar të njëjtin plan. Largohen tashmë gjyqtarët, pra e kanë ripar dhe topi është për flamurtarin. Pra topi është për flamurtarin. 1.4 sekonda e kanë parë disa herë të përsëritur dhe kanë marrë vendimin që topi i takon flamurtarit nga kjo përsëritje. Shohim tani 1.4 sekonda dhe mbyllet flamurtari në finale 80 me 82 e fiton këtë ndeshje. Gjysmë finale përballë Bashkimit, ndërkohë që skuadra e Bashkimit për të dytin vit radhës i pavarësisht se e mbyll sezonin në rregull në vendin e parë, vjet e humbi në finale, ndërkohë që këtë vit nuk ja del që në gjysmë finale.